Të nderuar deputet të Kuvendit Kosovës, sot po diskutojmë lexim të parë projekt ligjin për buxhetin e vitit 2015, të cilin qeveria Thaçi 2 e ka përgatitur për qeverinë e tanishme. Po diskutojmë për një dokument përgatitur në nguti dhe pa pikë serioziteti, për të cilët qeveria e tanishme në mënyrë unanime vendosi të mos ja heq as një shkronjë të vetme. Qeveria e dorëzoi projekt ligjin parlamentit për diskutim dhe aprovim, por pa e patur nevojshme që vetë të mirët seriozisht me të. Madje besoj fuqishëm se shumica dërmuese e kabinetit qeveritar nuk e ka bërë mundin as të hedhë një sy as ligjit e as tabelave buxhetore. Në këtë shumicë kam ndroj se hyn edhe vetë Ministri i Financave, Zotri Hoti dhe Kryeministri Mustafa. I nderuari kabinet qeveritar, keni dërguar në parlament dokumentin që siç tha vetë Kryeministri është më i rëndësishëm dhe që pasqyron jo vetëm orientimet e juaja 4 vjeçare, por edhe vendosmërinë apo gatishmërinë e juaj për të realizuar ato. Keni dorëzuar dokumentin që na tregon se si do të shpenzohet gjithë paraja publike, edhe atë në disa raste edhe përtej vitit 2015, dhe keni bërë këtë me aq nguti, pa kujtuar që ngutia është armiku më i madh i cilësisë. Po silleni me buxhetin e vitit 2015, sikur të kishim 365 sosh për secilin ditë nga një, e jo një të vetëm për gjithë vitin. E keni marrë me aq lehtësi punën e buxhetit, sikur t'i kishim nga një për secilin qytetar të Kosovës, e jo një të vetëm për gjithë neve. Të nderuar anëtar të kabinetit qeveritar, para se të përgatis diskutimin tim, ja marrë vetëm 3 orë me projekt ligjin për buxhetin dhe me tabelat buxhetore. Kam përshtypjen se vendimi juaj do të kishte qenë krejtësisht ndryshe, sikur edhe ju të kishit shpenzuar vetëm 3 orë të kohës suaj të çmueshme me këtë ligj dhe këto tabela. Të nderuar deputet, paramendoni sikur Kryeministri dhe Ministri i Financave të kishin marrë mundin dhe të lexonin shpejt e shpejt ligjin për buxhetin. Me siguri se do kishin vërejt shumë mangësi në të dhe nuk do të kishin lejuar procedimin e tij për diskutim sot në parlament. Ata do të kishin vërejtur që në start, se për shembull, radhitja e termave të përdorur në ligj është krejt e pa kuptim dhe nuk është normale për një ligj që është përgatitur dhe finalizuar në gjuhën shqipe, dhe rrjedhimisht do kishin kërkuar ndryshimin e saj. Do kishin vërejtur se pika 2 e nenit 5, që ishin ndronë në hyrat përgjithshme, të gjitha hyrat vetanake të pashpenzuara të organizatat buxhetore të nivelit qendror, është shumë demotivuese dhe mund të ketë ndikim negativ në performancën e këtyre organizatave. Po ashtu do të vërenin se një logjik krejt e kundërt aplikohet për agjencionet e pavarura, të cilave mjetet e pashfrytzuara thjesht u bartën në vitin vijues. Do të kishin vërejtur se në pikën 2 të nenit 9, thuhet që për një periudhë 3 vjeçare, mediumit propagandistik dhe dezinformues publik RTK-s do t'i ndahen 0.7% e buxhetit. Kjo do t'i çmend të dy, sepse do të vërenin se periudha 3 vjeçare nuk ka as moment startues e as përfundues. Por edhe do të vërenin se me paratë e taksapaguesve ndan 7 fish më shumë për RTK-n sesa për të gjitha aktivitetet në ulëmtim dhe inovacione. E shumë më shumë sesa mjetet e ndara për bursa studentëve. Do të kishin vërejtur se kanë shkelur vit pas viti ligjin për veprimtaritë kërkimore shkencore, në të cilin qeveria obligohet të ndajë në baza vjetore 0.7% të buxhetit për ulëmtime. Do të vërenin se në pikën 3 të nenit 9 kërkohet që të gjitha mjetet e grumbulluara të pasqyrohen në tabelat buxhetore, përfshirë këtu edhe mjetet e grumbulluara në pika doganore në veri të Kosovës, e të cilat pastaj do të derdheshin në fondin e mirëbesimit, por që dokumenti i tyre nuk përmban asnjë informat për shumat që pritet të derdhë në këtë fond gjatë vitit dhe shumat e derdhura në vitin paraprak, duke shkelur me 2 këmbë si principin e transparencës ashtu edhe të gjithë përfshirjes. Do të vëreni se në pikën 3 të nenit 10, ende dhe vit pas viti kopjohet me kokëfortësi dhe ignorancë një provizion i vitit 2011, ku precizohet se kush përfiton e kush jo nga rritja e pagave për 30% e qeverisë së Kosovës nga fushata zgjedhore e vitit 2010. Dhe do kishin kërkuar përgjegjësi të menjashme nga ata që kanë toleruar një absurd të tillë. Të nderuar deputet, armiku më i madh i cilësisë mbetet ngutia. Paramendoni të nderuar deputet, sikur Kryeministri dhe Ministri i Financave të kishin shpenzuar disa minuta në leximin e tabelave buxhetore.
do kishin mundur edhe njerë të binen sa janë të vërteta pohimet e tyre të përveçme se qeveria Thaçi në kontinuitet ka privilegjuar me investime kapitale komunat të udhëhequra nga PDK dhe ka njëruar në tërësi ato të udhëhequra nga LDK, përfshirë edhe komunë e Prishtinës. Dhe me njerë do kishin stopuar këtë politikë diskriminuese. Me që nuk e kanë stopuar, del se kanë manipuluar sa herë që e kanë akuzuar qeverinë Thaçi 2. Po të kishin lexuar vetëm tabelat me indikatorët kryesor, do të kishin vërejtur si ekspertë ekonomisë që janë, se parashikimet për vitin 2015 sa i përket performancës së ekonomisë janë krejtësisht të pabazuara dhe shumë të ndryshme nga ato që vetë FMN dhe Banka Botërore i ofrojnë. Njësoj, se që do kishin vërejtur se numrat e paraqitur nga përpiluesit e tabelave për produktit e brendshëm bruto për vitin 2014 dhe 2015 nuk përkojnë madje as me përqindjet e prezentuara mbi rritjen ekonomike, por janë numra të diktuar dhe imponuar nga ish ministri i Financave. Do të kishin vërejtur se nuk ka asnjë korrelacion mes ndarjeve buxhetore dhe prioriteteve qeveritare, madje as të qeverisë Thaçi 2 e as të qeverisë së tanishme. Të nderuar deputet, gutia mbetet armiku më i madh i cilësisë. Sikur kryeministri dhe ministri i tij i Financave të kishin konsultuar vetëm për 10 minuta me krerët e administratës tatimore dhe asaj doganore, do kishin mësuar se rritja e parashikuar e të hyrave në dogana dhe në brendësi të vendit është më tepër se iluzion. Do të mësonin se kjo rritje e madhe është kalkuluar duke marrë si bazë projektimet e vitit 2014, të cilat fatkeqësisht nuk do të realizohen as në masën e 90%. Do të mësonin se më reale do të ishte të parashikojnë shumë më pak të hyra, madje 150 milion më pak. Do ta kishin shumë të lehtë të janë numëronin 3 apo 4 argumente se pse kjo rritje parashikuar thjesht nuk mundet të ndodhë. Paramendoni të nderuar deputet, sikur kryeministri i vendit dhe ministri i tij i Financave, para se të vendosnin për procedimin në kuvent të projekt ligjit të pandryshuar, për pak minuta të ishin konsultuar me ndonjë ekspert ekonomisë për të verifikuar kredibilitetin e projekcioneve mbi rritjen ekonomike, burimet e kësaj rritje dhe performancën e hyrave buxhetore. Do kishin mësuar se argumenti i përdorur mbi konsumin si burim i rritjes ekonomike fal rritjes së pagave në vitin 2014 është shumë i palogjikshëm, me që rritja e pagave nuk ardh nga jashtë si variabel egzogjene, por duke zbogluar pozicione tjera të shpenzimeve korrente buxhetore. Një politikë e tillë, jo që nuk siguron ndonjë ndikim afatgjat pozitiv në rritjen ekonomike, por edhe në afat të shkurtër rezulton me efekte negative. Neto. Do i kishin këshilluar se nuk mund të llogarisnin në investimet si burim të rritjes ekonomike për vitin 2015 dhe do ju rikujtonin se në vetë tabelat e juaja parashikoni si ulje të ndihshme të investimeve kapitale në sektorin publik dhe tregoni se si investimet private kanë filluar të bien që nga viti 2013. Paramendoni të nderuar deputet dhe deputete, sikur si kryeministri dhe ministri i tij i Financave, për një moment të ishin konsultuar me vetveten dhe të rikujtonin deklaratat e veta mbi të njëjtin projekt buxhet që nuk janë më të vjetra se 40 ditë. Dhe do të kujtoheshin se na kanë dëshmuar se ky projekt buxhet nuk garanton as rritje ekonomike prej 2.5% dhe kanë premtuar se të njëjtit sapo të vinë në qeveri do të përgatisin një buxhet të ri që do të garantojë rritje trefishme të lartë dhe do arrijë shumë prej 2 miliard. Tash, a ti besojmë atyre deklaratave apo buxhetit që po na prezantojnë sot? Unë them as njërës e as tjetrës. Paramendoni të nderuar deputetë dhe deputet, sigur kryeministri dhe ministri i Financave për vetëm pak minuta të kishin konsultuar edhe praktikat e vendeve të rajonit në alokimin e shpenzimeve buxhetore. Për shembull, do kishin vërejtur se në Shqipëri i gjithë buxheti për paga në sektorin publik është më i ulët se shpenzimet e shtetit shqiptar për arsim dhe shëndetësi, dhe nuk do kishin pranuar që njëjti buxhet në Kosovë të arrijë 2 fishin alokimeve për shëndetësi dhe arsim. Paramendoni të nderuar deputet, sikur kryeministri dhe ministri i tij i Financave, e pse jo edhe gjithë kabineti, të ishin konsultuar vetëm shkarazi rreth projekt buxhetit me miq të shumë ndërkombëtar që i këshillojnë në bazë ditore. Do kishin mësuar për shumë projekte interesante që këta miq i kanë hetuar në versionin anglisht të draft buxhetit. Për argëtimin tuaj të nderuar deputet, për pa shmangur vëmendje për asnjë moment nga niveli i seriozitetit të çështjes që po diskutojmë, kisha dashur të listoj disa nga projektet që mund të gjeni në versionin anglisht. Asphalting of roads in the Komorani Qytetzën, marking vertical and roads horizontal, construction of houses poor,
Fixing the infrastructure for people with separate needs through infrastructure publique. Laboratorike, medical diagnostic equipment, hematolo. Regulating sports of field, SHFMU, Gjeva Ladrovci, Vulture. Construction of wood and coal, March 7. Po ashtu do kishin mësuar se projekti kryesor kapital i drejtorisë për bujqësinë në komunën e Fushë Kosovës është castration of street dogs. Të nderuar deputet dhe deputete, ka me mira mundësi për ta përmirësuar këtë projekt buxhet e me këtë edhe ndikimin e tij në mirëqenien e secilit prej nesh, por vetëm një mundësi për ta bërë të kundërtën, për të votuar për të. Ky buxhet mund të jetë një mjet i mirë për të përmirësuar jetën tonë, por mjeti i mirë nuk çon peshë kur është në duar të gabuara. Andaj, këto rritë ndjeshëm pjesha e vendimit të secilit prej nesh sot. Ne sot do të deklarojmë në princip rreth këtij dokumenti. Përgjigjet janë shumë të shkurta, po ose jo. Por zakonisht janë më përgjigjet e shkurtra që kërkojnë më së shumti mendim nga ne. E kemi shumë të lehtë të themi po dhe mbyllim syt para këtij buxheti katastrofal. Nëse themi jo, na pret shumë punë për ta përmirësuar atë dhe për atë sa të jetë mundur. Sot mund të fillojmë me hapjen e parë duke votuar kundër këtij projekt buxheti. Grupi parlamentar i vetëvendosjes nuk e përkrah këtë projekt buxhet, por pa u bërë ndryshime substanciale si në ligj ashtu edhe në tabelat buxhetore. Ju falenderoj.